Banka Qendrore Europiane ka rritur normat e interesit për herë të parë në gati 3 vite. Norma e depozitave ka shkuar nga 2% në 2.25% pas takimit të Këshillit Drejtues të njëjtën. Banka Qendrore Europiane përcakton politikën monetare për eurozonën nëpërmjet 3 normave kryesore të interesit. Norma e depozitave që shërben si pikë referimi kryesore politikës së saj. Norma e depozitave të Bankës Qendrore Europiane u rrit për herë të fundit në shtator të vitit 2023 kur arriti kulmin prej 4% pas një cikli shtrëngues që synonte të stabilizonte krizën e inflacionit pas pandemisë. BQE gjithashtu rriti normën e saj të operacioneve të rifinancimit në 2.4% dhe normën e saj të kredisë margjinale në 2.65%. Rritja e normave bazë të interesit shënon një përmbysje të qartë të ciklit lehtësues që ndoqi Banka Qendrore Europiane gjatë pjesës më të madhe të vitit 2025, pas inflacionit e eurozonës që arriti në 3.2% në maj, niveli më i lartë që nga shtatori i vitit 2023, i nxitur nga rritja prej 10.9% të çmimeve të energjisë. Në thelb Këshilli Drejtues arriti në përfundimin se mosveprimi nuk ishte më justifikueshëm. Rritja vjen në një moment të vështirë për ekonominë e eurozonës, e cila në 3 muajin e parë të vitit aktual u tkurr me 0.2%, krahasuar me 3 muajt e mëparshëm. Ndërkohë inflacioni u rrit në 3.2%, niveli më i lartë që nga viti 2023, dhe inflacioni bazë, i cili përjashton përbërësit e paqëndrueshëm të ushqimit dhe energjisë, gjithashtu u rrit nga 2.2% në prill në 2.5% në maj, duke minuar çdo argument se presionet e çmimeve mbeten të kufizuara vetëm në energji. Për familjet dhe bizneset të gjithë bllokun me 21 vende, vendimi përkthehet në kosto më të lartë huamarrje për hipotekat dhe kredite korporatave, në një kohë kur fuqia blerëse tashmë po ngushtohet nga çmimet e larta të karburantit dhe benzinës. Tregjet gjithashtu po parashikojnë një probabilitet për afërsisht 50% për një rritje të mëtejshme në shtator, duke sugjeruar se lëvizja e së njëjtës shihet si hapja e një faze të re shtrënguese dhe jo si një ndërhyrje e synuar dhe e menjëhershme.